Bukurit natyrore dhe jo vetëm të Malësisë së Madhe kanë kaluar jo vetëm kufit e Europës, por edhe përtej Atlantikut. Ato kanë tërhequr vëmendjen e Universitetit të Texas në Dallas, i cili ka akorduar Bashkisë Malësi e Madhe titullin Thesar Natyror Poetik i Botës për vitin 2026. Me këtë rast në afërsi të balkonit panoramik në Leqe të Hotit, është zhvilluar ceremonia e rastit ku është përuruar edhe një memorial që do të përkujtojë këtë monument të rëndësishëm për Malësinë e Madhe dhe banorët e saj. Përveç bashkisë me titullin Artisti i Natyrës, u nderua dhe kryebashkiaku Tonin Marinaj. Mendoj që këto dyshime janë të përbashkëta. Pra pikërisht se është dhënë Malësisë së Madhe, janë dhënë malësorëve, janë dhënë natyrës, janë dhënë njerëzve, më është dhënë edhe mua si artisti i natyrës, me qenë se përfaqësoj Malësinë e Madhe, jam kryetari i Bashkisë Malësisë së Madhe. Titulli i akorduar nga Universiteti i Teksasit u dorëzua nga shkrimtari Gjek Marinaj, profesor në këtë universitet dhe njëkohësisht biri i trevës së Malësisë së Madhe. Është një çmim mjaft i vështirë për ta marrë mjaft precizion. Janë vende të veçanta që kanë fituar këtë çmim dhe është vërtet diçka shumë e rrallë, diçka shumë e rëndësishme që Malësia e Madhe tashmë po renditet midis këtyre vendeve që janë të jashtëzakonshme. Për të festuar këtë vlerësim ndërkombëtar, është zhvilluar edhe një veprimtari artistike nga Qendra Kulturore e Fëmijëve të Malësisë së Madhe.